I dashur publik, përshëndetje edhe mirë se ju shoh përsëri. Sot po jetojmë një lloj teatri absurd, ku e vërteta nuk po kërkohet në laborator, por po shpallet me dekret politik na për studio televizive edhe na për rrjete sociale të politikanëve të dështuar edhe të dëshpëruar për pushtet. Jo sepse duan ta menaxhojnë Kosovën më mirë, por sepse duan të vazhdojnë ta mjelin Kosovën qysh e kanë mjel duke plaçkitun për 20 vjet rresht. Kur Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë hyri në kontroll në fabrikën Vita dhe gjeti mospërputhje ligjore, qumshti plohor, vaj palme, mungesë etiketimi, shteti nuk e mbylli fabrikën. E mbylli vetë bordi i kompanisë, duke zgjedhur tërheqjen strategjike dhe shantazhimin publik në kurrez të punëtorëve dhe fermerëve. Këta e kanë ditë çka kanë bërë deri atash, deri momentit kur ju ka hyrë inspektorati. Prandaj e kanë bërë veprimin ad hoc momentit për më përpjek me interpretu këtë si disi mos është sulm ndaj të drejtave të punëtorëve, ndaj bukës së gojës së punëtorit. Dhe pikërisht interesant është që këtu fillon shfaqja e shëmtume e atyne që dikur kanë guxuar me qujt vetën burra shteti, por edhe sot po përpiqen dëshpërimisht me u paraqit herë si burra shteti e herë si qëllimtar, po nuk janë asgjë tjetër pos zullumqar. Ardian Gjini dhe Ramush Haradinaj në vend që me kërku dritë, transparencë dhe siguri për shëndetin e fëmijëve tanë, vrapun me mbështet vajin e palmës dhe qumshtin pluhun me flamurin kombëtar. Të e pështjell me ambalazh, që shpo në ambalazhojnë gazin rus me flamurin amerikan e keni pa. Kemi raportu edhe për ata. Këta njerëz janë kanë folin për goditjen ndaj prodhimit vendor, po vajtojnë për terrenin që po i krijohet produkteve serbe. Po çfarë cinizmi i paturpshëm që vjen prej tyre. Çfarë arrogance. A thu, sipas këtyre zotnive, patriotizmi matet me lirin për ta mashtruar konsumatorin, se kështu janë mësuar këta për 20 vjet. A duhet që qumshti vendor për më tepër të ketë një lloj imuniteti para ligjit, sidomos kur prodhohet nga njerëz që janë të lidhur me këta, për mi helmu qytetarët. Thjesht këta njerëz janë të përpjek me bë politik, po nuk po din, sepse nuk kanë bë politik kur. Për 20 vjet të mësu me plaçkit, edhe me vra, kushdo që ka dalë përpara udhës kur e kanë pas pushtetin dhe fuqinë. Kjo është thjesht ndryshe një klifmë e dëshpërume e një kaste që kur e sheh ligjin, e shohin hakmarin. Kur e shohin inspektorin, e shohin ushtarin e partisë. Sepse kjo është mënyra saktësisht që shkëta e kanë qeverisë Kosovën për 20 vjet në forma rotative, me gryk të pushkës, edhe me kërcënim, edhe me përjashtim. Kjo është e njëjta shkollë politike, dashur publik, e njëjta mendësi dy dekaqe që na e ka shit edhe projektin kontrglobal si një lloj fitore të madhe amerikane. Ndërsa letrat dhe labirintet e Qipros e Luksemburgut që na i kemi ulur këtu e kemi gjetë këtë vit, tregojnë se fijet e asaj kontrate të dëmshme na çonin në kapital të gazsjellës rus të Gazpromit. E halojën të piskat gazi amerikan. Tash e kam pru edhe profesorin Edwards me piskat në për studio që shko ka gaz amerikan. Po ashtu të rajt. Janë gjithashtu duhet me kujtu fort një se këta janë e njëjti grup klan kriminal që i kanë shpërla milionat në arbitrazhen mbi kurrizin e qytetarëve dhe taksave tona. Ata thjesht nuk janë të mbrojt kompaninë Vita, janë të mbrojt kulturën e paprekshmërisë, po e mbrojnë epokën e errët ku ligji ndalej te derat fortëve edhe oligarkëve me cilët këta bashk e kanë zhvat edhe kanë plaçkit Kosovën për 20 vjet rresht. Një republik normale, i dashur publik, nuk trembet për laboratorit. Një shtet serioz nuk ekziston për me rujt profitet e fshehuna nën petkun e patriotizmit folklorik, që shpona paraqitet Ardian Gjini dhe Ramush Haradinaj, por për me mbrojt gotën e qumshtit të një fëmije që e pinë mëngjes. Prandaj, shteti po reagon dhe për herë parë 20 vjet mas luftës ka fillu me u konsolidu e me u bë shtet e me reagu që duhet shteti me reagu.
I dashun lexues, i dashun shikues, që kjo maskarat e oligarkisë dhe politikanëve që guxojnë ende me sinu timonin e shtetit të marrë fund, gënjeshtra duhet me u zhvesh deri nasht. Dhe kjo zhveshje nuk bëhet me zhurmë, por me fakte, me dokumente dhe me guxim, qysh e kemi bana tash 3 vjet kronikat e barutit dhe po vazhdojmë ta bëjmë pandalim. Prandaj ju ftoj që të abonoheni me pagesë për me mbështet kronikat e barutit, dhe sepse vetëm përmes gazetërisë sonë pavarur e hulumtuese ne mund të vazhdojmë të ekspozojmë këto rrjete mafioze të cilat shtiren si elitë politike. Ndihmojnë të vërtetën që ligji të flas para interesave të klaneve shkatërrimtare të Republikës Kosovës. Faleminderit shumë për vëmendje, e shihemi në raste tjera. Po ashtu mos harroni lexojeni artikullin të cilin sapo e botuam tek kronikat e barutit.